nga 13 për sektorin publik, po edhe stimulime tjera, atëherë jemi të barabartë edhe ne në këtë qasje. Nuk e di, nuk mujmë e kuptue pse kjo ndarje. Seriozisht, shpeshaj e pyes veten, a jemi ne banor të çti shteti apo ndoshta jemi kategoria 2 ose 3 e kësaj qeverie. E shihni pagën e 13 si diskriminim për sektorin privat? Po jo që shohmi, po ne faktisht po themi si mos me pa të diskriminuar kur e thash që ne punojmë në shi, ne punojmë në borë dhe faktisht aq sa don sektori publik, ne dajmë 3 fish më shumë dhe ne punojmë jashtë orarit, ne domethënë punë shumë më tronda dhe ne jemi në farforme kategori që prodhojmë, që qesim drejt diçka. Këta janë kategori që shpenzojnë. Është normal që ata duhet me shpenzu dhe është normal që ne i gëzohemi edhe pagës 13 që ata e kanë marrë. Po këso diferencimesh na kanë ndodhur vetëm vitet 90-99 në farforme përderisa serbët kanë qenë, po them, më të privilegjuar dhe ne kemi qenë si shqiptar të diskriminuar, edhe në këtë rast janë favorizuar punëtorët e sektorit publik dhe